Sa herë përballen me të lashet e kësaj bote dhe më vështirësohet arritja e synimit tim, qëndroj para portës së Allahut, si një lypës dhe them: O Zoti im, nuk jam gjë tjetër pos një rob, e nuk do të më shohësh të qëndroj para derës së dikujt tjetër që porosit tjetrin të thotë se ai nuk është aty. Nuk do të më shohësh ta bëj këtë gjë. Përkundrazi, unë trokas në portën e Zotit tim, i cili është i gjithdijshëm për mua, i cili kurrë nuk mërzitet nga lutjet e mia, i cili kurrë nuk lodhet nga përgjërimi im. Ja pra, ky është Zoti im, një dhe një i vetëm.